Përshëndetje miq, mirëmbrëma. Unë sa pash një problem që ka ngrit fiks fare që dua ta falenderoj. Ka ngrit një problem për Karavastan. Unë jam nga partizanët e parë që kam qenë Karavastan, kam vrapuar, kam luftuar, kam investuar që ai vend të ruaj atë kuotë që ka pas dikur në kohën e Partisë Punës që ka qenë një gjojel. Mbyllja kanaleve është shkatrimi i ekosistemit dhe mbyllja kanaleve është krimi më i madh që mund të bëhet në atë vend. Por si gjithmonë miqtë e mi, edhe këtu ka dorë populizmi i politikës, që gjithmonë ja ka dhënë atë knet njerëzve copa, peshkatarëve copa, dhe ai vend nuk ka pas asnjëherë busull dhe nuk ka pas një kompani të fortë që ta drejtojë dhe ta çojë përpara që të ruaj të gjithë atë produkt dhe të gjithë atë biodiversitet që ka për të furnizuar gjithë detet e jugut. Miqtë e mi, po i shkatroni knetat, po shkatroni butrindin, duke a dhënë gjithë impianteve të kocave në butrind dhe duke gërthit që i ka marrë Gjergj Luca ka dash t'i shpëtoj me ministrën Milva Konomi, bashkë me firmën Koral të Durrësit, se ne nuk kemi asnjë interes tek ai artikull, se ka një çmim jo produktiv për ne. Dhe ato impiante ja dhanë për populizëm njerëzit dhe sot nuk prodhojnë as një kile midhje sepse brenda nuk ka pasion, brenda nuk ka ide, brenda nuk ka investime, kanali i rimbyllur dhe politika e ka shkatruar me kosciencë për t'ia ndarë njerëzve në këmbim të votave. Miqtë e mi, merreni me ekosistemin, se po merreni me turizmin. Dhe turizmi do të thotë që ne ta ruajmë me fanatizëm ekosistemin tonë. Respekte dhe shifini këto gjëra që janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Respekte për Erion Braçën që më shlut të shkojnë Karavastan dhe i kam thonë, o Erion, po mu po më bëjt sot me i vend që e mora në Elbasan që kishte bomba atomike. Mos më lërë më të merrem me shtetin. Ndroni mentalitet miq, respektoni njerëzit që duan të punojnë dhe duan të bëjnë diçka për këtë vend.